Të Bashkuarat Amerikës edhe këtë herë si hera tjera faktikisht po e mbrojnë Kosovën nga vetvetja. Që një përgjigjet që i ka qeveria Kosovës janë krejtjen diletante, krejtjen jo profesionale. Herë thojnë e kemë thëngjillin, po harrojnë që këta janë ata që marrëveshjen për thëngjill me Counter Global e kanë anullu. Po harrojnë që në 2021 bile kam pas shku as larg sa që kam pas thonë se ky gaz është gaz rus. Po mendojnë, po thojnë se vlorë që do t'jetë krejt komerciale o shumë ma mirë se sa projekti enka si marrun për Kosovën që e kam bo MCC-ja. Dhe me thonë janë tërsisht pa asë një bazë profesionale, pa asë një vizion, sepse tek e fundit që 6 vjetë janë pushtet, asë një megawatt nuk ja kemi shtu Kosovës, para mendoj, asë një megawatt, çka do me thonë të edhe 4 vitet të ardhshme ne do të mbaremi tërësisht nga mafia energjetike. Po përmenet mafia energjetike shpesh, është kjo arsyeja që po refuzohet ky projekt? Që 6 vjetë, asë një hap nuk e kam bo drejt ndërtimit kapaciteteve të reja. Njerëz të lidhën me kurtin janë përfshi në shitblerje të energjisë. Nuk ndërtojnë kapacitetet të reja dhe tërësisht Kosova është e mbarë vetëm nga importi. Pra, çka duhet, që duhet njerëz me pa në ryshe. Gjithë shka po dojnë, veç nuk po dojnë me ja prek mundësin që me ble rrymë, sepse rryma nuk preket, paret nuk po shihen, transakcionet janë krejt bankare, me një kompjuter 400 milion euro kanë shqitë rrymë kjo kompania NOA, apo qushe po temin. Dhe me thonë, tërsisht janë imun ndaj çdo kritike për energji, sepse nuk duan që t'ua prek dikush industrinë e shitblerjes të energjisë.